subjekt politik nesër, jemi bindën që kemi me ngrit rezultatin. Aleonca nuk ka me shku me pozicion blokus. Nëni, Aleonca ka me respektu rezultatin zgjedhor. Aleonca lufton për ndryshim. Për ndryshim të kësaj qeverie, të kësaj mendësie. Po vetë nuk mujmë. Ta shtja peshet që ka u bo edhe me opozitën. Qysh dojnë opozita me u bo, me thonë, na po dojnë me ndryshu kur peshet sot çka po flitet. Jeni me edhe ju në Prishtinë, a është këtë tjetër tema jo punë? Për cilën e ki fjallën? Për koalicionin? Po. Ma lartë, qysh nuk jem, o lartë. Në balotaj, në raundin e dytë, kem pas diskutim kujtohet me Beken. Edhe jemi urke, qka po bojmë, ka po shkojmë, edhe kanë vendos me mbështet. Dhe ne, në më thonë, Aleonca e ka mbështet. Aleonca i ka 2 drejtori dhe kem koalicion. Nuk folet s'kena koalicion, na i dim që i ka koalicion. More le që e dim. Po e i njerëz janë të bënu, të i që unë Jo, më falë. Ta shune po abitna, të më thonë, a di pse po e ngres këtë qeshtje? Se këtu duhet mu dit, a dojnë ana për e me ndryshem, zotit Kurtja, ja. Vesh të dim ku jem, se se cili për se cilin muj me bo. Po na po dojmë ndryshem, apo dojmë drejtim. Që se dojmë drejtim, sa ne dijen. Po, Aleonca ka pas më koalicion, ka koalicion, e ka mbështet për parim Ramën. Po, Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështet për parim Ramën, edhe pa votat Partisë Demokratike e Kosovës, edhe ai fëmija, ndjep të xhamia Allopit e din që si shbo për parim Rama. Dhe ty kur të një mund dikosh e ki marveshe, se ti nuk i ke bo, qysh mund është me qysh. Plus asoj, do më tash nuk e di qka ka ndosë, se s'po du me im dinamika, po unë e di se unë e kumë bisedu shumë me mimlin e ka pos marveshe, se na do më thonë kishë një problem, ta kanë pos, do më marveshet kanë qenë për Prizren, për vësht dhe mës me i tash në detaje. Se së është e jemja, po problemi është na duhet me do me anën, si parti opozitore. A dojmë me ndryshu, që to që i pequjmë regjim, a qysh? Aleonca po e thot, po zotona këto, ne punojmë për me ndryshu këtë qeveri.